Atëherë përshëndetje të gjithëve, përshëndetje grupi. Ne jemi një grup ekspertësh të rinj në fushën e komunikimit dhe në marrëdhënie me publikun dhe kemi kënaqësi që me ju të ndajmë disa mendime dhe analizat tona mbi ndikimin e rrjeteve sociale në marrëdhënie me publikun online, kryesisht për biznesin. Secili nga ne është përqendruar në aks në njërin nga platformat sociale dhe do të bëjë një analizë të tij. Shpresoj që ky informim dhe ky diskutim të jetë sa më argëtues dhe sa më informues për ju dhe aq dhe interesant. Si fillim do filloj me kolegun tim Gerald Bara, i cili do prezantoj rrjetin social Facebook, dhe ndërkohë që ai flet, unë do të hap pjesën e PowerPoint-it që ai ka përgatitur. Faleminderit. Atëherë përshëndetje gjithëve. Jo pa qëllim po nisim me rrjetin social Facebook, pasi është më i përdorur në mbar botën, ku sipas statistikave regjistrohen mbi 3 miliardë përdorues mujor në këtë rrjet social. Ky rrjet përdoret qërësisht nga bizneset online për një komunikim me klientët e tyre dhe jo vetëm, me përmbajtje të shumëllojshme si tekste, video, sondazhe apo reklama të ndryshme. Gjithashtu për ndërtimin e komuniteteve dhe angazhimin me ndjekësit, si dhe menaxhimin e marrëdhënieve me publikun, si në kohë normale, po ashtu edhe gjatë krizave. Po si e përdorin Facebookun bizneset? Statistikat tregojnë se rreth 86% e bizneseve e përdorin Facebookun si kanalin kryesor për ndërtimin e marrëdhënieve me klientët dhe informimin e publikut në kohë reale. Faqet e këtyre bizneseve shërbejnë si qendra komunikimi, duke postuar foto, njoftime, duke krijuar një interaktivitet me ndjekësit, me anë të komenteve dhe inboxeve apo eventeve e fushatave të ndryshme ndërgjegjësimi. Gjithashtu edhe Facebook Groups për ndërtuar komunitete të dedikuara, ku markat mund të lidhen drejt për drejt me klientët e tyre besnik. Një shembull konkret kemi Coca-Cola, e cila përdor Facebookun për të ndarë histori të ndryshme inspiruese për konsumatorët në mbar botën, për të ndërtuar një komunitet global për rreth vlerave të markës, apo reaguar ndaj komenteve në mënyrë të personalizuar dhe miqësore. Një shembull i veçantë i Coca-Colës është fushata Share and Coke, ku përdoruesit inkurajuan të përdornin emrin e tyre në shishe dhe ta ndanin në rrjetin social të Facebook. Fushatë e cila gjeneroi miliona ndërveprime dhe përfshirje emocionale, duke përforcuar marrëdhënien mes markës dhe klientëve. Faleminderit. Faleminderit Gerald. Do kalojmë te Claudia, gjithashtu dhe Claudia ka një prezantim dhe unë do ta shfaq me PowerPoint. Po tani Claudia mund të vazhdosh. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Duke marrë shkasë edhe nga Geri, cili përmendi rrjetin e tij social Facebook, unë do flas pak për Instagramin. Instagrami është një nga rrjetet sociale me ndikim plot në botë, me fokus në mbajtjen vizuale, si fotografi, video dhe story të shkurtra. Për bizneset, kjo platformë ofron një mënyrë të drejtë për drejtë për të ndërtuar identitetin e markës, për të treguar histori dhe për të krijuar lidhje emocionale me ndjekësit. Instagrami është bërë thelbësor për strategjinë e marrëdhënieve me publikun, sepse ndihmon në formimin e imazhit të markës, lehtëson komunikimin midis ndjekësve dhe markës, shërben si platformë krizash, pra është transparent me publikun. Sipas një sondazhi të realizuar nga Hootsuite në 2023, 90% e përdoruesve të Instagramit e ndjekin të paktën një biznes, ndërkohë që 50% kanë më shumë gjasa ta besojnë më shumë dhe një markë që ndërvepron me ta në mënyrë aktive përmes Instagramit. Një shembull konkret është edhe rasti i Federatës Shqiptare të Futbollit, i rasti komuniki me Poloninë në vitin 2023. Për kualifikuesit e Europianit, ku pati një lëndë komentesh nga tifozët, ndaj stafit, trajnerit apo dhe skuadrës, sepse humbën, federata nuk bëri një reagim zyrtar, por nëpërmjet storit dha opsionin që tifozët të komentojnë, postoi lojtarët, postoi stafin teknik, mënyrën tifozët se kur janë të gëzuar, pra nëpërmjet këtyre storyve dhe ndërveprimit të publikun, në vetëm pak ditë narrativa e zemërimit u zëvendësua me komente motivuese dhe mbështetëse. Kjo tregon se Instagrami, kur përdoret me një strategji të kujdesshme PR, mund të transformojë një krizë në një mundësi për të afruar publikun sa më afër markës
të këtu me rastin e Federatës me skuadrën e futbollit të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit Klaudia, tani do fillojmë me Manushaqin, e cila ka TikTok-un. Po Manushaqe. Atëherë, për sa i përket TikTok-ut, TikTok-u është një rrjet social i bazuar në video të shkurtra dhe përmbajtje kreative dhe ka shpërthyer në popullin vitet e fundit, por nuk është vetëm një mjet targetimi për popullin, është dhe një platformë strategjike për PR-in dhe storytelling dhe për forcimin që ai mbart. Sipas Hub the Spot, TikTok Business si 2023-shit thotë që 78% të përdoruesve të TikTokut pretendojnë se kanë zbuluar një markë të re dhe 52% thonë se përmbajnë TikToku ka shtyr për ta blerë një produkt që ata e kanë parë në video që ata janë të afishuar. Atëherë shembull konkret siç është Ryanair, linja ajrore me një kosto të ulët, ka qenë një nga shembujt më konkret dhe përdorim kreativ në TikTok. Sipas Ryanairit, TikToku publikon video humoristike me zëra të papublikuar dhe meme virale. Përdorimi i fytyrës në avion si i animuar, si personazhe që ndërvepron me ndjekësit, reagon ndaj komenteve të klientëve në mënyrë të saktësishme dhe kreative, duke krijuar ndërveprim me njëri tjetrin. Me këtë stil komunikimi, Ryanair ka ndërtuar një profil unik që e thyen pritshmërinë për një kompani ajrore dhe ka bërë një nga shembujt më të njohur të humanizmit të markës së TikTokut, duke kaluar miliona ndjekësve videon e tyre dhe duke bërë sa më shumë të famshëm. Po, që kanë ndihmuar pastaj edhe për Ryanair. Okej, faleminderit Manushaqe. Azret lutem. Po Megi. Dhe të gjithë dhe juve kolegëve të mi, ju përgëzoj për rastet e sjellura më lart. Sigurisht un kam një rast pak më konkret dhe pak më specifik, është ai WhatsApp. Nëse do e përmendim WhatsAppin konkretisht për marrëdhënie publike online, sigurisht që dikur do të ishte pak paragjykues, pasi vite më parë WhatsAppi ishte një platformë që mendohej vetëm për komunikim familjar dhe të drejtpërdrejtë me miq tani, por aktualisht sidomos me platformën WhatsApp Business, shumë biznese kanë sjell risi dhe kanë arritur që të kenë klientët e tyre online. Sipas një studimi të Meta, shprehet që WhatsApp ka rreth 2 miliard përdorues online aktiv brenda një viti dhe ndërto 75% të përdoruesve e kanë përdorur së paku një herë këtë platformë për të komunikuar me një biznes dhe për të bërë blerje online apo për të marrë informacione për produkte të caktuara. Ndërsa 50 milion biznese shprehen që e ka përdorur këtë platformë për të shpërndarë informacione për kompanitë e tyre, shërbime, produkte, në varësi të vetë kompanisë që e ka përdorur. Dhe një shembull konkret është për ta konkretizuar me rastin shqiptar, është i platformave si Vodafone edhe One, të cilët e kanë përdorur këtë platformë për të shpërndarë informacione, për të pasur komunikim të drejtpërdrejtë me klientët e tyre ose për të pasur probleme teknike dhe për të zgjidhur me klientët drejt nëpërmjet komunikimit të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë nëpërmjet platformës WhatsApp. Pra kjo është për zgjidhjen e krizave që kam pasur me klientët. Okej, faleminderit Megi. Tani do fillojmë me kolegën tonë Idiana, po Idiana të lutem. Përshëndetje kolegë. Unë do të flas për LinkedIn, si ndikon në marrëdhëniet me publikun. LinkedIn është një rrjet social mjaft i përdorur në botë, në 1 milion përdorues, i përqendruar në ndërtimin e marrëdhënieve në fushën e biznesit, karrierës dhe industrive të ndryshme. Platformat përdoren nga bizneset për të ndërtuar autoritet, për të ndajë përmbajtje profesionale dhe partnerësi. Në fushën e marrëdhënieve me publikun, LinkedIn është veçanërisht i vlefshëm për të ndërtuar besueshmëri, transparencë dhe leadership të mendimit. Statistika thonë se sipas LinkedIn Marketing, 82% e konsumatorëve thonë se kanë shumë gjasa të besojnë një markë që ka prani të fortë të LinkedIn. Pra LinkedIn është platformë kryesore për content marketing, me mbi 97% të bizneseve e përdorin për përmbajtje,
Postimet që përfshin përvoja reale, opinione, drejtues dhe histori të suksesshme, marrin nivelet e larta të angazhimit dhe përmirësojnë imazhin publik të kompanisë. Një shembull konkret është edhe Johnson, e përdor LinkedIn për të promovuar vlera njerëzore, iniciativa shëndetësore dhe përgjegjësitë sociale. Kompania ndan histori të punojësve, fushata për shëndet global, konsultime në kërkime shkencore dhe inovacion. Pra, gjithashtu kjo strategji ka ndihmuar kompaninë të ndërtojë besim profesional, të tërheqë talente dhe të pozicionohet në sektorin e shëndetësisë. Faleminderit. Shumë faleminderit Eliana. Atëherë do të kalojmë në prezantimin tim. Unë kam prezantimin e platformës X, për të cilën kam përgatitur gjithashtu një PowerPoint. Atëherë, platforma X dhe mënyra se si ajo ka ndikuar në krijimin e marrëdhënieve me publikun online. Shpejtësia e komunikimit që ajo sjell, që asnjë platformë tjetër e informacionit nuk përshtet, pasi e ndryshme nga të gjithë të tjera, kjo platformë nuk bëhet nga ana vizuale, nuk bëhet me video dhe foto, por kjo platformë ka pjesën e fjalës, së shkrimit dhe tekstit, ku me ty shihet edhe karakterit, ti ose mund ta ngresh një kompani ose mund të ulesh imazhin e saj. Aty ka një dialog të hapur dhe të maqëm, ku çdo koment, replay, post që janë mund të matën dhe mund të bëjmë edhe matjen e sentimentit të audiencës. Gjithashtu hashtagjet dhe trendet ndikojnë në përmbajtjen e markës të përfshirë në një bisedë globale. Nga statistika, 77% e konsumatorëve janë të prirur të blejnë nga markat që angazhohen në rrjetet sociale, pra të platformës X. Sipas statistikave të vitit 2020, deri 67% e markave globale përdorin X për komunikime të shpejta gjatë krizave ose situatave të ndjeshme, dhe 82% e marketerëve përdorin X-in për qëllim marketingu dhe komunikimi me publikun. Gjithashtu, kjo platformë favorizon dialogun publik, ku çdo reagim shihet nga ndjekësit dhe duke ndikuar drejt për drejt në imazhin e markës. Për të kaluar pastaj në shembullin konkret, i cili është KCF-ja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe menaxhimi i krizës në platformën X. Në vitin 2018, KFC në Mbretërinë e Bashkuar pati një krizë të madhe në logjistik, ku shumë restorante mbetën pa një shpulje për disa ditë dhe çojnë në mbyllje të përkohshme të mbi 600 restoranteve. Dhe në vend që të shmantin përgjegjësinë, KFC-ja përdor X për të pranuar gabimin që bëri publikisht dhe me një ton humoristik për të publikuar një reklam në përmbajtjen vetë kritike, ku shkronjat e markës KFC ishin të ndërtuar në FCK, dhe ndërvepruan aktivisht me ndjekësit duke i mbajtur të informuar dhe të përfshirë. Dhe kjo është një nga strategjitë për transparenca e humorit që bëri shmangu një katastrofë të PR-it, përforcoi imazhin e markës duke përdorur si një rast më të mirë të menaxhimit të krizës. Dhe këto është video ilustruese në të cilat tregon se faqja zyrtare të kësaj faqe të këtij biznesi të KFC dhe rritja e audiencës. Pra, edhe pas menaxhimit të krizës, ajo e shpëtoi veten nga kjo krizë dhe filloi që të rritë ndjekësit të saj në pjesën e biznesit në platformën X. Gjithashtu, tani ne po vim në fund të kësaj diskutimi që po bëjmë me ju, që kemi shtruar sot. Besoj që të ketë qenë sa më shumë informues. Sigurisht që këto nuk janë platformat e vetme, ne kemi edhe platformat e tjera, është edhe emaili, që mund të dërgosh emaile të personalizuar për persona të veçantë për një keq kuptim, për një krizë ose për diçka tjetër, të cilën mund ta rikthesh edhe një herë dhe mund ta bësh përsëri, që është qëllimi, që ta bësh përsëri klient të biznesit. Gjithashtu edhe faqja webi, që çdo biznes ka një faqe webi, dhe çdo person që ka një smartphone mund futet të kërkojë emrin e biznesit dhe të shfaqet faqja pa patur pa qenë e domosdoshme që të ketë një platformë, një rrjet social të shkarkuar dhe një akaunt në të. Faleminderit dhe gjithë grupit, gjithë shokët, gjithë kolegët që bën prezantimin dhe shpresoj që të jeni kënaqur sot në prezantimin dhe të jeni informuar sado pak, sepse është një kohë e limituar. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Faleminderit.